Përshëndetje dhe mirë se erdhën në këtë putat speciale të Star Trend. Sot së bashku ne do të ndjekim përgjatë gjithë ditës aktivitetet që të ndodhin në qytetin e Shkodrës. Është dita luleve, kështu që festoni me ne së bashku. Grisi Peraj dhe Klevi Kapetaj. I mirëpresim. Jam këtu me Noelin, moderatorin e ditës më të famshme në qytetin e Shkodrës, një nga aktivitetet më gjigande që ka ndodhur në qytetin ton, dita luleve. Ti tradita jonë, është shumë e vërtet në fakt. Më trego pak më tepër, më trego së pari se çfarë është dita luleve për ty. Dita e luleve për mua është një ditë lulëzimi për ne fëmijët kryesisht, mandej për tritunit, sepse kena këcy, kena knu, ças kena bosot. Në fakt ne lulet jena si hyje në tokë me të thënë drejtën. Edhe sot prezantova me Onesen, me fituese bilbilave, me humor, me kthime etj etj, edhe u kënaqem shumë, pavarësisht se në situata të pakëndshme këtë ditë, por që ti kalojmë kështu, se jena fëmijë. Duhet që këtë ditë të jenë sa më alegri, sa më gjallëri për këtë ditë kaq të bukura të qytetit ton, por gjithmonë duhet që të sjellim mesazhe sa më të bukura, të jemi të bashkuar, ta duam familjen, ta duam të bukurën. Trego pak më tepër rreth kësaj dite, se pash edhe në mëngjes që kishte një grumbull njerëzish.
si ishte për ty që të prezantoje një aktivitet në qytetin e Shkodrës, në qendër të qytetit e Shkodrës, ku kishe shumë njerëz që po të shihnin. Në fakt edhe pse është aktiviteti i tretë që unë prezantoj para kryesisht parasheshit bashkisë, mu më duket gjithmonë si i pari. Si këtu, si në teatër ku diun, mu më duket gjithmonë i pari, sa është një emocion i papam, edhe të pas parasysh që shikuesit janë aq kritik, janë qytetarë të Shkodrës fundit. Por që ishte një ditë shumë e bukur, ashtu siç kalohet çdo vit dita e luleve në qytetin tonë. Duhet të themi se edhe pas kamerave kemi ato që po na shohin, po na dëgjojnë me shumë dashuri. Janë shokët e tu apo jo? Po, tanë janë këto fëmijët e bashkisë këtu. Të uroj sa më shumë suksese, e them gjithmonë për ty edhe e shoh që ti ke suksese në çdo vend ku shkel. Edhe ty dia mirë. Jam këtu me Hean. Hea, përshëndetje. Përshëndetje. Është hera parë që ti je në Star Trend, por është një kënaqësi shumë e madhe për mua. Edhe për mua është një kënaqësi shumë e madhe. Dita e luleve, çfarë është për ty? Çfarë simbolizon? Për mua është një ditë shumë e bukur. Unë kam ndjek qysh e vogël, dasha me kopshtin si fëmijë i vogël dhe çdo vit rritem edhe kam ato fotot e përjetoj shumë bukur. Më trego pak më tepër rreth aktiviteteve që kanë ndodhur në qytetin e Shkodrës. Shoh që ka shumë fëmijë që kanë marrë pjesë në aktivitete të ndryshme. Është kërcim, interpretim, këngëdim, një atmosferë shumë e bukur se gjithë fëmijët shprehin talentin e tyre dhe dita luleve është shumë gëzim. Çfarë do të themi për të gjithë ato që po na shohin, një mesazh për ndjekësit tanë? Lulzoni dhe vetëm gëzim jetën tuaj. Faleminderit. Jam këtu me një shoqe të vogël. Përshëndetje dhe si quhesh? Si e ke emrin? Isla. Isla, sa vjeç je Isla? 4. 4, je një vajzë e vogël, po për çfarë ke ardhur këtu? Çfarë është sot? Është dita luleve? Po. Dhe çfarë ke aty te dora? Çfarë është kjo? Është një bushiç? Bushiç me Frozen. Po. Ke dalë sot, ke festuar? Po. Çfarë do t'ju thuash të gjithë atyre që po na shohin deri në këtë momente? Do ju themi gëzuar? Gëzuar. Mua! Gëzuar ditën e luleve. Përshëndetje, jemi me një nga shoqet e mia më të dashura, pra ma një nga pjesëtarët e aktivitetit të sotëm të ditës së luleve. Përshëndetje. Si po ndihesh sot në ditën e luleve, është viti i dytë, por viti i parë me vajzë. Si lule. Më trego pak se çfarë ke sjellë në aktivitetin e sotëm. Kam sjellë shumë gjane. Kam pru shumë gjane. Atëherë, përveç kurdeleve, radhëve që joni punoj gjithmonë, kam sjellë edhe këto lulet. Janë diçka e re, janë bërë me saten, edhe besoj se janë diçka të bukura. Munden marrë luleteke ose edhe me kutije që munden me i përdor njerëzit për dhurata, për ditëlinje, për fejesa. Ku diun? Çat keni qef ju? Sa kohë të është dashur që të përgatisësh gjithë këto lule për ditën e sotme? Shumë. Janë një që në sa lule. Mas i shifni këto se i kena shit tona. Ashtu? Shumë kohë, sepse ti mire the dhe vajza edhe unë si mami e re, është pak vështirë me gjetë balancat, puna po, por erdhë me deri këto. Ka shitur ndonjë vajza? Po, sa vjen vajza, këto vinë tanë. Kur ik vajza, nuk ma varë ma kush mu. Do jesh edhe pas dite? Pa tjetër që po. Ku do të gjejnë të gjithë njerëzit që sot nuk kanë pasur mundësi që të vinë në këtë aktivitet të madh? Te faqet e Instagramit, Noe Sparkle ose Sparkle Art Craft. Faleminderit shumë. Gëzuar. Edhe sot do të shkoj, dikur s'është Karolina, dikur s'është si një bibi, dikur si zëma ke valë, shko vëndoha kujtoj, se kujtoj me fëmiri, që fëmija do t'jekoj, ka një këtë e kohon, e së bashku do t'emi njëse e. Ja.
Jam këtu me një tjetër pjesëmarrëse të aktivitetit të sotëm të ditës së luleve. Aida, përshëndetje dhe mirë se erdhët në qytetin tonë. Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Këtu si në tuaj keni bërë mjaft bukur me shumë lule, me shumë ngjyra. Më tregoni pak më tepër se çfarë keni sjell për ne sot. Kemi sjell lule të ndryshme, kemi sjell lule të lullzuara, se tani jemi në stinën perfekte të luleve. Kështu që kemi sjell lule që janë edhe për ambient të brendshëm edhe për ambient të jashtëm. Cilat janë disa nga lulet që janë shitur më tepër sot, që janë kërkuar? Më tepër begonja, që është shitur shumë, trëndafili, që është trëndafili Gjuxhi Vazos, gjithashtu edhe këto që janë për ambient të brendshëm, shpatorja, e cila është cilësohet që është një lule e cila purifikon ajrin, edhe që ato toksina që janë edhe pluhura që janë brenda shtëpisë, sepse është për ambient të brendshëm. Difembaj, lule leku, që e pëlqejnë njerëzit, se është lule fatësjellse, kështu që po kushdo që e mban në pragun e shtëpisë, i vin lekët. Kështu që duhet ta mbajmë, çdo person duhet ta ketë në shtëpitë e tyre. Si ndjer sot, është hera parë që ju merrni pjesë në aktivitete si kjo? Në Shkodër po, është hera e parë dhe jam ndjer shumë mirë, se tani juve shkodranët jeni çik të ëmbël, çik si shumë të ëmbël. Kështu që jemi ndjer shumë mirë, por pastaj gjëja më e rëndësishme është se këtu i duan shumë lulet. Juve i doni shumë lulet, bashkë me mua, edhe unë i dua shumë lulet, patjetër. Kështu që jemi ndjer shumë mirë dhe ka qenë më shumë si një ditë qefi për ne, ditë feste, jo ditë pune, themi realitetin. Të mirëpresim sërish në qytetin tonë, pse jo në një tjetër aktivitet. Patjetër, me shumë kënaqësi. Nderit, gëzuar. Azet lutem, gëzuar. Jam tu me shkollën 9-vjeçare Pashkovasa me 2 nga nxënësit e dalluara të saj. Çfarë na keni sjell sot në aktivitetin e ditës së luleve? Atëherë na mundu me gjana që na janë duk të domosdoshme për ne që jena 9-vjeçare. Edhe kena mundu me bë me tapa, një formim që është aty lule frymën. E kena riciklu një fëmijët, kena bë me shkum detit. Jena mundu me bë diçka të bukur, por inshallah ka dalë mirë vetë. Dallohet që ka dalë shumë bukur dhe e keni përfaqësuar denjësisht Shkodrën dhe shkollën tuaj. Trego pak ndonjë punim tjetër. Tjetër gjë, kena bë punime dore, kemi bërë me gocka, si shifet, me roza, me riciklime, dhe më thanë shishe, gjana elementarë që më t'i bërë, dhe më thanë. Është hera parë që ju merrni pjesë në aktivitete të tilla? Kemi marrë edhe më parë. Do merrni sërish pjesë në aktivitetet që do të ndodhin në Bashkinë Shkodër? Si po? Faleminderit dhe gëzuar festën. Gëzuar.